mori vesh që unë isha shqiptare, më thotë, edhe unë kam marrë një vajzë të vogël shqiptare, tha. Se s'bën të fëmijë, tha, dhe i shumë të nuk bën fëmijë, ta kam marrë një vajzë nga Shqipëria, tha. Më tepër se 2 vjeç si shta një fëmijë. 94 duhet të ketë qenë. Vajzë apo djalë? Vajzë. Këtë fëmijë ka shkruar burri im, tha. I ishte dhënë 100.000 lekë në fytyrë shqiptarit, e kishin rëmbyer fëmijën nga dekontrofi i Tiranës në Shqipëri. Edhe kishin sjellë dhe mori jati dhe ëna edhe ritën të vajzë. Si e kishin rëmbyer? Po tani e rëmbyer është kjo fëmijë, nuk e di në çfarë forme, e ka muhabetin që ajo mase nuk e di që shqiptare, nuk e di se si është muhabeti, por kjo vajza që më thanë në parkët, është vajza tha me mbiemër o Buzi o Gjuzi, e mbiemrin e tjemës.